Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ambasada e Kosovës në Gjermani publikoi njoftimin për zhdukjen e kosovarës Arta Hajzeraj. Ambasada njoftoi edhe për apelin e policisë gjermane e cila bën thirrje tek ata që mund të kenë informacione për vendodhjen e 13 vjeçarës së zhdukur të lajmërohen tek organet e rendit apo familja. Kontakti mund të bëhet përmes numrave që jeni duke i parë poshtë në ekran. Policia gjermane sqaron se për herë të fundit Arta është parë rreth orës 10 në qytetin Cvikau, ku jeton me familje dhe e njëjta nuk është kthyer nga shkolla. Vajza është e gjatë 1.30 cm dhe atë ditë kishte të veshur gjinse me bluzë të zezë e me vete kishte çantën. Policia njofton se Arta Hajzeraj ishte bashk edhe me një vajzë të quajtur Sara, e cila gjithashtu rezulton e zhdukur. Qyteti Cvikau ka rreth 90.000 banor dhe ndodhet jo larg Çekisë, apo rreth 120 kilometra nga Dresdeni. Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar policisë suspendimin e 3 pjesëtarëve të saj në Klinë, lidhur me një incident që dyshohet se ka ndodhur më 28 qershor. Inspektorët nisin hetimet bazuar në autorizimet ligjore të institucionit pas një ngjarjeje që raportohet të ketë ndodhur në oborrin e shtëpisë së një qytetari në Klinë. Sipas gjetjeve fillestare të hetimit, ekziston dyshimi se zyrtarët policor kanë tejkaluar autorizimet e tyre gjatë përdorimit të forcës ndaj qytetarit në fjalë. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se ka filluar rehabilitimin dhe modernizimin i turbinës në njësinë B2 të Kosova B. Sipas Kekut, ky përfitim i drejt për sistemin energjetik të Kosovës është i financuar tërësisht nga buxheti vetanak i Kekut. Rehabilitimi pritet të rrisë prodhimin për të dyja njësitë prodhuese B1 dhe B2. Korporata do të kursejë mbi 4 milion euro për një njësi ose 8 milion euro në total për të dyja njësitë. Kultivuesit e Boronicës konsiderojnë se prodhimi i saj si vjet është jashtëzakonisht i mirë pavarësisht ngritësave në fillim pranverë. Edhe përkundër kushteve jo të mira klimatike me të cilat u përballëm, sidomos pas ngritësave në këtë fillim pranverë, prodhimi i Boronicës është jashtëzakonisht i mirë, thot Gjavitaliaj nga Hereqi Gjakovës, i cili në pemishën e tij prej mbi 7 hektar përveç Boronicës ka të mbjellur edhe aroni, qershi, orr, rrush, mjedër dhe manafer. Krahas prodhimit të mirë dhe shumë cilësor këtë vit, Gjaviti shprehet i lumtur edhe për mundësitë që po ofron punëtorëve sezonal gjatë vjedhjes së prodhimeve në pemishën e tij. Pas frikës madhe, pas ngritësave të vëndshme, si vjetë që patëm, mund të thamë që është një ndër senet më të kënaqshme deri tash që kam pas rendimente prej Boronicë. Kjo kohë më diell dikoj shumë që pak më shpejt ta përshpejtoj pjekjen, edhe pse na njihem si terren në rajon që një muj ditë dikon më herët pjeket Boronica, nuk e kanë problem punën e punëtorëve. I falenderoj shumë, janë punëtorë të sjellshëm, të kujdesshëm, siç e pa edhe vetë, punojnë pastër, pa damtime. Edhe punëtorët po ashtu po shprehen të kënaqur me kushtet e punës në këtë pemisht. Faleminderit tyre për punëtorë jena mirë. Falenderimi tyre është shumë i mirë, se edhe kurti është shumë e nxehtë, është me një frot shumë të mirë, ka me një rendement shumë të mirë. Janë faleminderues edhe për Boronicën që është ka jap këtë prodhim. Ka deri 2 muaj kena, atëherë kena manaferën, kena medrën. E në drejtorinë për bujqësi në Gjakovë thonë se shembulli i fermerëve si Aliaj duhet i nxjesë edhe fermerë të tjerë për shtimin e sipërfaqeve në pemtari. Njerëz me këtë vullnet punë si Gjaviti i duhen komunës tonë me pas sa më shumë. Edhe pse, se në këtë rast jem të Boronica. Në komunën tonë kam mbi 10 hektarë të mbjellur me Boronicë. Si komunë mundohem sa do pak me një mekanizëm bujqësor të jem pranë këtyne fermerëve, që t'ja vlotësojmë sa do pak mundin e tyne. Sipas drejtorit Hajdari, viteve të fundit komuna e Gjakovës ka punuar shumë në nxitjen e pemtarëve për mbjelljen dhe kultivimin e prodhimeve të lëvërdishme siç janë Boronica, aronia, mjedrat dhe manafera.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon që këtë javë pritet të mbajë mot i nxehtë, andaj apelon për kujdes të shtuar nga rrezet e diellit, veçanërisht për fëmijët të moshuarit dhe ata me probleme shëndetësore. Temperaturat minimale gjatë kësaj jave do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimalet ndërmjet 28 deri në 37 gradë Celsius. Dita e pritet jetë më e nxehta, ku termometri mund të shënojë deri në 35 gradë Celsius. E për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndeshni edhe në rrjetet tona sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.